Ose më pa e lonë më këthy të koha e kalume, edhe sidomos të muzika që ti ki bo në atë kohë. O konë befasi kër e kena pa një fema në rap, o konë një rap ko gjemi në atë kohë, po flasë për në atë periudën vitit 90, nëse s'jam gabim. Apo më tregon paka shumë qka bam, kusha bam, edhe ka lind ideja e bamit. Bam kemi qenë 3 shoqe, Blerta, Anila, Mimoza, bam. Kemi fillu qashtu me bo muzikë për qefe, në shpe, me do bita që i dajshim mes të kongëve, që ka mu ishim me gjecë, së në gjeshim sene. Po dhe mi kombinu, tani kur ishtë naj kongë që kish bit ma të gatë, që ato e përdorshim për me bo. Mi bo tekstet e tona. Unë zakonisht i kom shkru tekstet, Mimoza ka qenë ajo e cila i ka këndu kongë, sepse ka pas zonin shumë të bukur, ajo edhe sot është këngëtare, tash është Mimoza H, Mimoza H, jeton në Kanadë edhe punon edhe bon muzikë, do me thonë. Ashtë e vetëmja që ka vazhdu me muzikë, për derisa në atjerat i kemi ndru. Po ti prap jenë me artë, prap jenë kulturën, një farë forme. Pa i pos, që ashtu ka qenë fati im. Fati, jo. Edhe, ato ka dokë, për në shambu, ki pas jo blokat, pa kini pas një dëroj, për shambu, jena femna në rap, që shemari, në atë kohë, është po flasë për vitet 90, kongë që keni një me po, që do pas a i hiti ju, aman në Gjermani që u konë. A i kini pas në e farë droj, kini pas në e farë tute me thonë që kanë me në prit njerëz, ose kanë me thonë që, adin, që kemi pas në... Interesant po kur. Asë njëherë mendja për që me u friksu për diçka që po dala, po qas nuk më ka shku, për shkak se e kam pas për krahjen e pakusht familjes. E kur e kishat për krahjen familje, tani nuk shkon nërmen me mendu ndryshe për tjertë. Po edhe kemi pas fatin që gjithmonë do me thonë jemi pëlqy, ku e di kemi qenë femna, simpatike, kena dal me grupet mëdhaja në skenë, do me thonë kur delshim me valtare, kështu që ka qenë eksperiencë shumë e mirë. Po, e rëndësishmja është se ajo që ka zakonisht janë, si fillojnë zakonisht bendet e hip-hopit, ne nuk kemi qenë ashtu, ne vetëm e kemi marë, do me thonë qatë muzikë, që na ka leju mu shprej, po asë një send prej jetës të njerëzve të hip-hopit, që dihet që e bojmë nuk e kemi bo, asë nuk e kemi pas në qef, asë nuk kemi shku drejt asaj, do me thonë. Kështu që ajo ka qenë një farë lehtësimi, sepse të trijat kemi qenë zonë se shumë të mira në shkollë, i kemi bo këtë aktivitetet, kemi punu edhe sene tjera dhe gjithë shka, po atë pasionin tonë për muzikën, do me thonë që ajo konë diçka që na ka dhonë jetë në atë kohë kur